Cili është qëllimi i jetës? Qëllimi i jetës nuk është kënaqësia personale. Qëllimi i vërtet i jetës është të lavdërosh Zotin dhe të nderosh Zotin tënd, që është gjithashtu bekimi kryesor i jetës. Sepse kur jeton për të nderuar Zotin, ti e shijon jetën në maksimumin e saj. Prandaj, nderoje dhe lavdëroje sa më shumë Zotin tënd.